si ka mundësi që prej 34 vitesh ne kemi një sistem politik pluralist, edhe nuk na kanë ikur halabakët prej derës së qendrës votimit dhe militante partisë prej numërimit votave. Si ka mundësi që ky shtet nuk krijon ca ligje dhe ca mekanizma ku përfaqësues shtetit ose të profesioneve të nderuara në ekonomi apo në shoqëri kanë për detyrë të administrojnë procesin zgjedhor. Do të thënë, imagjinoni një alternativë ku me detyrim hidhet një short me detyrim dhe atyre që midis gjyqtarëve, prokurorëve, profesorëve të universitetit, studentëve, avokatëve, ku diun, njerëz që kanë një profesion që po e humbin gjithçka dhe kanë dhe një lloj reputacioni në shoqëri, zgjidhen me short dhe kanë për detyrë të administrojnë procesin zgjedhor. Partitë pastaj duhet të kenë gjithë vëzhgues. Siç kemi ne vëzhgues, le të ketë PS-ja, PD-ja kështu me radhë. Dhe ai që është në punë i lartë i shtetit ose një profesionist i arrir, ai nuk bën dot palaçolloj që aq kollaj, sepse është reputacioni i tij në loj, është profesioni i tij në loj, është puna e tij në diskutim. Ne mbetemi tek pastaj ka dhe disa gonxot e partive të vjetra.